Unë mendoj që me një ritëm të tillë do të vazhdoj edhe tani duke qenë zotëri Gleu Konjumse si Ministri i Punëve të Jashtme dhe zëvendës kryeministri i parë në krye të këtyre bisedimeve, respektivisht në krye të këtyre le të themi çështjeve të cilat do trajtohen me Bashkimin Evropian fillimisht e më pastaj edhe me Serbinë si një palë në tavolinë, me që faktorit ndërkombëtar duhet të tregojmë që jemi për fëmijësi të mirë siç kemi treguar edhe në të kaluarën dhe në këtë drejtim edhe zoti Konjufca me gjithë le të themi angazhimin e tij politik qysh nga fillet e tij atë angazhimit politik ka treguar se e ka qasjen, e ka le të themi atë racionalitetin e tij, por mbi të gjitha e kemi sigurinë e plotë që kur vije në pyetje interesat e Republikës Kosovës është i denjë për t'i përfaqësuar në mënyrën më të mirë. Të shohim se ai si do ta hartoj agjendën e dialogut, edhe kjo mvaret për zhvillimeve ose për kërkesave që do i ketë Bashkimi Evropian dhe emisorët e caktuar për çështjen e dialogut. Kjo do të shit, mendoj të jetë një proces transparent e ka për obligim të vjen të raportoj në Kuvendin e Kosovës për agjendën që e ka, për çka do të dialogohet dhe cilat do të jenë rezultatet e atij. Unë nuk mendoj që duhet na e merr tërë vëmendjen e politikës sonë të jashtme relacioni me Republikën e Serbisë. Unë shoh një insistim të jashtëzakonshëm le të themi të zyrtarëve në Bruksel që t'i japi një prioritet të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, mirëpo unë konsideroj që në këtë drejtim Kosova ka dhënë mjaftueshëm dëshmi, duke arritur edhe marrëveshje, duke filluar edhe menduar edhe implementimin e tyre. Edhe mendoj që edhe zyrtarët në Bruksel duhet ta dinë që tani presioni duhet të ushtrohet mbi Serbinë në drejtim të normalizimit të raporteve e gjithashtu diplomacia jonë ka jashtëzakonisht shumë punë edhe nevojë që ty qasëve edhe segmente tjera, qoftë forumeve të tjera ndërkombëtare, qoftë antarësimit në organizata të tjera ndërkombëtare me rëndësi.